Zgjohuni. Kjo është ora e fundit dhe zia e fundit e bukës përpara se shtrëngimi I madh godas. Çfarë është shpresa jon? Së shpejti ne do të hymë në një shtrëngim të madh botror, të cilin kjo shoqëri njerëzore nuk e ka parë ndonjëherë dhe nuk do ta shoh më kurrën e kurrës, mbasi të ndodh. Të gjitha qeverit në tokë do të mblidhen së bashku si një e vetme për të ballafaquar dhe me shpresë për ta zgjidhur këtë situatë të nder, e cila është profetizuar në librin e zbulesës, në kapitullin 6, versi 5 dhe 6, që thotë: Dhe kur ai e hap vulosjen e tretë, unë dëgjoj krijesën e tretë qiellore që thotë: Eja, dhe unë shoh dhe vëre një kal I zi, dhe ai që I kishte hipur mbante një palë peshore në dorë. Dhe unë dëgjoj një zë në mes të katër krijesave hyjnore që thotë: Një kuart gruri për 1 dinar, dhe 3 kuart elb për 1 dinar, dhe mos e shpërdoro vajin e ullirit dhe verën. Kali I zi me kalorësin e tij janë duke kaluar fushatën e fundit, e cila do ta drejtoj këtë shoqëri të pranishme njerëzore drejt Armagedonit. Peshoret në duart e kalorësit të kalit të zi simbolizojnë racione, veçanërisht kur ka të bëjë me ushqimin. Kjo situatë do të bëhet përmbytëse, dërmuese, e pa kushtëzueshme dhe gjithashtu tepër e frikshme, duke përfshirë vende të fuqishme si SBA-ja dhe Britania e Madhe. Çmimet do të arrisin kulmin në rritje, edhe kjo do të jetë pa kthim. Rrogat apo pagesat do të mbeten tepër poshtë si krahasim për t'i arritur nevojat e thjeshta të njerëzit. Si pasojë, mallrat e tregtarëve nuk do të arrin të shiten dhe këto artikuj do t'i mbeten dyqan me shumicë. Le t'i kuptojmë këto situata më mirë nga ana profetike dhe me fakte. Do t'ishte e këshillueshme për të lexuar në tërësi kapitullin e 6 të zbulesës apo Apokalipsit nga greqishtja. Kështu ju mund të familiarizoheshit me të njëjtën shpjegueshmëri të paraqitur në këtë video. Tani edhe një herë, ruaje vajin e ullirit dhe verën. Çfarë do të thotë me të vërtet kjo shprehje apo deklaratë profetike? Le të kuptojmë fjalët e krijesës së gjallë që radhitet e treta me performancat e saj qiellore të shprehura tek zbulesa, kapitulli 6, versi 5 dhe 6. Le të sjellim disa fakte në mënyrë për të krahasuar këtë çështje, apo për ta krahasuar këtë çështje me këto 2 verse. Lufta e parë botërore u ingranua vetëm nga dy njerëz të liq që thjesht u inspiruan demonikisht. Bibla thot tek Ekleziastiu apo Predikuesi, kapitulli 9, versi 18. Një mëkatar prish shumë ose shkakton shumë shkatarim. Mori vetëm një engjëll 6500 vjet përpara, I cili e transformoi veten në Satana, kundërshtar dhe djallë gënjeshtar, për ta paraqitur në tokë mëkatin njerëzor, plagjen dhe vdekjen. Ai e manipuloi Evën dhe si pasojë Eva përfitoi nga marrosja e Adamit për personin e saj femëror, që ta dëgjonte atë me emocionalitet dhe si pasojë çdo gjë bëhet lëmsh në një farë kuptimi. Domethënë ajo e shoqërisë njerëzore e cila nisi nga këta 2 persona, Eva dhe Adami, si vijim. Një mëkat I cili gjithashtu kontriboi në shumë dhimbje mendore dhe emocionale, sëmundje, plagje dhe siç e shohim përfundimisht vdekje,
si destinacion i fundit, që Biblia e quan me të vërtet armiku i fundit. Lufta e dytë botërore mori vetëm një person, Hitlerin. Gjithashtu merr vetëm një individ të pushtetshëm, i cili shumë mirë mund të inspirohet demonikisht për t'i bërë gjërat qorb dhe si pasojë të shkaktoj vështirësi të panevojshme për të gjithë shoqërinë njerëzore. Prandaj krijesa e tretë qiellore profetizoi rreth ngjarjes, souris apo zis mbar botërore si diçka tepër e rëndësishme për ne ta di me hollësi. Në këtë mënyrë ne nuk gjendemi të papregatitur mendërisht, emocionalisht dhe frymësisht kur të ballafaqohemi me këtë situatë e cila do të paraqitet ose do të përpiqet të na shkund para e mbrapa apo të na hedh lart e poshtë me lajmet e saj të shumta të cilat janë as pak dobishme, por përkundrazi na çojnë as gjikundi, por vetëm na mbajnë sklever të së njëjtës mund të themi platforme ku ne ende po qëndrojmë edhe sot, ose po qëndrojmë me sheku edhe sot. Le të kthehemi fillimisht përsëri tek libri i Zbulesës, kapitulli 6, versi 5. Jezu Krishti i ringjallur ose Mikaeli hap vulosjen e tretë dhe pyet apostullin Gjon në këtë vizion se çfarë Gjoni po shikon. Gjoni thot, dhe kur ai e hap vulosjen e tretë, unë dëgjoj krijesën e tretë qiellore të thot, afro, dhe unë vëre dhe pash një kal të zi, dhe ai që i kishte hypur kalit kishte një peshore dyshe në dorë. Shkurtimisht, çfarë kuptimi ka ky vizion deri këtu? Uri apo zi buke e egër e shtrirë në mënyrë të paanshme në të gjithë rrezullin toksor. Kjo skenë profetike me një mesazh plot frikë ka nisur partially ose pjesërisht, jo në të gjithë botën, si fillim, që me ditën e zotërisë ose Jezu Krishtit që filloi të sundoj si mbret në qiell në vitin 1114 e rëson, ose me luftën ose me fillimin e luftës së parë botërore. Një situatë profetike e përgjithshme e cila do t'i shtrijë kufit e saj glabërues deri në ditën e Armagedonit. Edhe pse kjo periudhë e gjatë ka kaluar shumë zi, buke apo urie, dhe po ashtu varfëri në shkallë botërore, tani këtë herë, e cila profetikisht ka mbetur si e fundit përpara Armagedonit, po kjo situatë zije që do të na godas shumë shpejt në rang botëror, nuk njeh më anësi, përjashtim apo hatërllëk. Nga tani e tutje, që të gjitha vendet do të ndikohen dhe jo vetëm disa si në të shkuarën. Këtë herë profeti Rem ose bisha e egër që flet si dragua në librin e Zbulesës në kapitullin 13, e cila simbolizon fuqinë e 7 dhe të fundit botërore, Anglo-Amerikën, do të ndikohet në një shkallë të pakrahasueshme negative më shumë se çdo herë tjetër. Luftrat moderne sjellin varfëri dhe uri, si ajo me Ukrainën dhe Rusin, Izraelin me Palestinën, dhe shumë vende tjera që tani për tani nuk janë konsideruar dhe me aq rëndësi të madhe. Për arsye frike nga lufta, shumë rezerva monetare përdoren dhe zhvendosen si prioritet për të siguruar armatime lufte sesa për të ushqyer të uriturit. Fermerët merren ushtar në fushat e betejës ndërluftuese. Pa fermer, kush do të kujdesej për bujqësinë, po ashtu, për të shkatëruar çdo gjë që ndryshe do t'i jepte mundësi pushteti ushtrive armike që të bënin luftime me mësyme ndikuese si vijim, shumë qeveri nga e keqja, apo dhe kjo frikë e pashmangshme, dhe nga e keqja po ka frikë gjithashtu që është e pashmangshme, ata sabotojnë madje duke djegur bereqetin e tyre. Gjithashtu kjo politikë strategjike përfshin privimin
dhe shkatërimin e infrastrukturës së sjellsave, ushqimit, njerëzve, bimësisë dhe çdo lloj veglen përdorim që armiku mund ta përdorte si diçka e volitshme në kundërshtim. Po, si konsiderim me të njëjtin qëllim, kjo do të ndikonte zvoglimin e prodhimtarisë së ushqimit. Kjo lloj situate që sapo e përmendëm u zhvillua me shpejtësi të jashtëzakonshme gjatë luftës së parë botërore ku miliona njerëz vdiqën nga uria. Pak a shumë, kalorësi i kalit të zi të urisë nuk u kënaq vetëm me pasojat e luftës së parë botërore. Gjatë viteve 1930, 5 milion njerëz vdiqën nga zia e bukës vetëm në Ukrainë. Lufta e dytë botërore solli në zgjimin e saj më tepër mungesa ushqimi dhe zi buke. Ashtu si kali i zi vazhdon me mësymin e tij duke konsideruar këtu vetëm vitin 1987, ku 512 milion njerëz po vuanin për të siguruar bukën e gojës dhe rreth 40.000 fëmijë vdisnin çdo ditë nga shkaqe të ndryshme urie, sot në vitin 2025 ky numër është trefishuar përderisa shkaqet e urisë gjithashtu bazohen në ndryshimin e klimës me përmbytjet e natyrshme dhe këtu duke konsideruar konfliktet e ndryshme në përballë. Për arsye të ngrohjes globale, inflacionit dhe kur konsiderojmë disa tarifa të panevojshme të vendosura në një vend në tjetrin, kombinime të tilla do të ndezin dhe inkurajojnë me shpejtësi rritjen e çmimeve në rang botëror. Apostulli Gjon vazhdon me librin e zbulesës në kapitullin 6 versin 6 duke thënë: Dhe unë dëgjova një zë në mes të 4 krijesave hyjnore të thotë: 1 kuart gruri për 1 dinar dhe 3 kuart elb për 1 dinar. Dhe mos e shpërdoro vajin e ullirit dhe verën. 1 kuart romak është i barabart në masën moderne sot më pak se 1 litër. Tani, le ta krahasojmë tani ne mund të ndjehemi pak confused me këtë shprehje të lashtë, por le ta krahasojmë këtë masë me mentalitetin e sotëm. Për shembull, në kohën e apostullit Gjon, në fund të shekullit të parë në kohën tonë, ose rreth 2000 vjet më parë, kur Roma ishte fuqi botërore, si anglo-amerikanët sot, 1 kuart gruri ishte racioni ditës për një ushtar romak. Sa kushtonte një racion i tillë? 1 dinar ishte paga e një punëtori për tërë ditën, por puna e një dite të tërë, do më thonë për ishte një racion, ishte e tmerrshme. Le ta imagjinojmë këtë me ditët e sotme, për shembull, imagjinoj që ti të punosh një ditë tërë për një copë bukë ose për më pak se 1 litër grur. Ky ushqim ishte tepër i shtrenjtë për ta konceptuar veçanërisht kur jetojmë në Kanada apo në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ç'bëhet kur një burr ka një familje për të ushqyer? Mundësia për të ishte të blente 3 kuart elbi të papastruar, jo të pastruar, të papastruar. Dhe kjo sasi do të ushqente vetëm një familje të vogël. Në kohën e Romës, elbi nuk konsiderohej si një farë me cilësi ashtu siç konsiderohej gruri. Tani, çfarë nënkuptohet me deklaratën dhe njëherë? Mos e shpërdoro vajin e ullirit dhe verën. Shumë e kanë kuptuar këtë shprehje si kur shumë do të kenë mungesë ushqimi dhe madje do të vdesin nga uria, luksi i të pasurve nuk do të preket. Por kuptimi i kësaj deklarate, ta themi kështu më mirë, qëndron larg nga ky mentalitet i gabuar. Në kohën e Biblës, vaji, buka dhe vera janë konsideruar si diçka e domosdoshme. Uji nuk ka qenë gjithnjë i mirë apo i pastër, prandaj vera përdorej si diçka e zakonshme për të pirë në vend të ujit. Dhe shumë herë si medicinë apo ilaç, i thonim ne. Për sa i përket vajit, në kohën e profetit Ilia, vejusha e Zarefathit, edhe pse shumë e varfër, ajo ende i kishte mbetur pak vaj për të pjekur atë pak miell që i kishte mbetur. Prandaj urdhëri
mos e shpërdoro vajin e ullirit dhe verën është e këshillueshme që të mos i shpërdorosh këto nevoja bazike shumë shpejt, por përkundrazi, ti përdorosh ato me kujdes apo me kursim. Ndryshe ato do të dëmtohen në një farë kuptimi që mund të harxhohen para se ti gëzia e bukës. Do më thënë, ruaj lekun, mos e hidh kot në lumë, si të thuash, mos e shpërdoro kot, se ikën por nuk vjen, edhe do ngelesh me dur më gjepa, do t'i ngresh duart lart, do të ngelesh në rrugë në një farë kuptimi. Çfarë shprese do të kemi kur marrim parasysh se këto vështirësi do të shtrihen para nesh shpejt, edhe do të shumohen dhe do të na pushtojnë me një gërsi të paparë ndonjëherë. Pa diskutim, kjo do të jetë një situatë e cila do të ngjallë në zemrën e qeveritarëve anë mban botës një thirrje për një paqe dhe siguri ekonomike e cila do të sjellë këtë shoqëri të pranishme njerëzore drejt një shtrëngimi të madh dhe përfundimisht do ta përplas atë në Armageddon. Sa të lumtur jemi që kalorësi i kalit të bardhë, Jezu Krishti apo Mikaeli, së shpejti do ta aneksoj, do ta asgjesoj dhe do ta burgos në një farë kuptimi, duke ekzekutuar, si mund ta themi, kalin e zi dhe kalorësin e tij. Ky premtim është shkruar në përputhje me sigurinë e dashur ekonomike të sistemit të ri të gjërave, me dobi drejt asaj që është e përkryer të nis menjëherë mbas Armagedonit me premtim plotësues në librin e Psallmeve, kapitulli 72, versi 16, që thot: në ditët e tij i drejti do të lulëzoj dhe paqja do të jetë me bollok derisa hëna të mos jetë më. Toka do të mbushet me bereqet, madje edhe majat e maleve do të mbulohen me grur. Pa diskutim, ne si turma e madhe e përshkruar tek Zbulesa kapitulli 7 versi 14 do të mbjetojmë shkatërimin e kësaj shoqërie njerëzore në Armageddon dhe do t'i gëzohemi jetës plotësisht derisa hëna dhe dielli mos ekzistojë më. Mirësisht, si dielli, po ashtu edhe hëna do të mbeten në pozicionin e tyre të përsosur nga përjetësia në përjetësi. Kjo do të thotë se ne do të mbetemi në këtë planet të veçantë nga përjetësia në përjetësi, ku vdekja nuk do të ekzistojë më kurrë në kurrës si një destinacion i pritur, ashtu siç është sot për sot. Ne do t'i gëzojmë jetës pa frikë inflacioni, recesioni apo depresioni. Toka do të na sigurojë ushqim me bollok, sepse Jehova, si Perëndia i vërtet, do ta bëj grurin dhe çdo gjë tjetër të rritet me më pak e pak përpjekje nga ana jon. Po, Bibla na premton se ai ose Perëndia do ta bëj grurin të rritet në majë të maleve. Çfarë duhet të bëjmë ne? Në radhë të parë, ne duhet mësojmë kuptimin e Ungjillit Jonit në kapitullin 17, versi 3. Shkrim i cili thot: kjo do të thot jetë e përhershme për ata që të njohin ty, Perëndia i vërtet, Jehova, dhe të njohin gjithashtu atë që ti dërgove këtu në tokë, birin tënd të vetëm, Jezu Krishtin. Po, të përfitosh nga njohëria rreth Atit dhe birit të tij është një domosdoshmëri për mbijetesën tonë si individ. Gjithashtu, ne duhet kuptojmë fjalët e Jezujt tek libri Mateut kapitulli 6 versi 33, që sjell si prioritet nevojën për të kërkuar esencën e mbretërisë qiellore apo qeverisë së Perëndis. Kur ne e kuptojmë me hollësi strukturën e saj ose të kësaj qeverie, ne do të mundësohemi për të aplikuar kërkesat e saj ose të kësaj qeverie qiellore. Kjo kuptueshmëri dhe ky aplikim do të na emërojë
si mbjetues të shtrëngimit madh i shpjeguar tek zbulesa, kapitulli 7, versi 14, që thot: Gjoni e pyet me njëherë Jezu Krishtin e ringjallur ose Mikaelin, i cili e paraqet këtë vizion tek ai. Zotëria im, ju jeni ai që e di. Dhe ai më thot: këta janë ata që dalin nga shtrëngimi i madh, dhe ata i kanë larë rrobat e tyre, duke i zbardhur me drejtësi, një farë kuptimi, me gjakun e qingjit. Këta dalin nga Armagedonit i gjallë, ashtu si Noa doli nga përmbytja e madhe, pa provuar vdekje, ashtu dhe ne do të kalojmë nga ky sistem dhe do ndërtojmë sistemin e ri që quhet periudha e paqes, nga Armagedoni deri në provën finale për 1000 vjet. Tani, në fundit ne jemi këtu për t'ju ndihmuar që ju ta zgjeroni kuptueshmërinë e kësaj njohurie me thellësi frymore apo biblike. Sidoqoftë fillimisht, kje parasysh, ju do të ndjeni një farë rezistence dhe kufizimi të një fryme tjetër, e cila është në armiqësi dhe kundërshtim me këtë njohuri hynore dhe kuptueshmëri tepër të fuqishme dhe jetësore. Si vim, një përgjegjësi e tillë paraqitet seriozisht drejt jush si një individ i vetëm për të bërë lëvizjen e mundshme të duhur. Mjedisi juaj rrethues, duke nisur me antarët e familjes tuaj, nuk do të ndjehen njësoj ashtu si ju. Përkundrazi, ata madje do t'ju diskurajojnë dhe tallen me ju, duke mos e respektuar të drejtën tuaj si individ, që personi juaj të merrte një vendim bazuar në kuptim moral dhe zgjedhjen e lirë të vullnetit personal. Kjo është një shkelje ku ata nuk e konsiderojnë si tillë. Prandaj, përpiqu që ta mposhtësh forcën e të ligut Satana, që është kundërshtar dhe djallë gënjeshtar, i cili ka ndikim te çdo kusht që ta përdor atë për të bërë gur pengese kundër progresit tuaj dhe njëkohësisht t'ju diskurajoj gjatë këtij procesi vijues frymor. Përhape këtë informacion në mënyrën tuaj më të mundshme. Ju uroj të keni bekimin e Perëndis dhe Krishtit ti në përputhje me çdo përpjekje që ju e implementoni apo e vini në zbatim. Thank you, faleminderit.